flasim direkt për Bitcoinin. Bitcoin, kripto numër 1, më kryesori që lëviz gjithë tregun. Javën e kaluar kam thënë që ka qenë një bear flag, e kam diskutuar edhe disa herë në Telegram që është një mundësi që kemi një bear flag këtu. Dhe bear flag është një ku ka një trend për poshtë, bëhet një flamur në rritje, një kanal në rritje, dhe pastaj thyet ajo strukturë dhe vazhdon prapë për poshtë. Zakonisht, kur kemi këtë formimin, tregu bën diçka të tillë dhe pastaj ikën më thellë. Por këtu kemi disa mundësi që mund na lëvizi tregu, mund kemi një head and shoulder që mund të ndodhi, po që gjen supportin të 81-shi. Se duhet flasim me mundësi këtu, probabilitete. Kjo është një mundësi, head and shoulder. Koka, 2 shpatlla, dhe pastaj 81-shi, data 2 prill vin, data 3, data 2 prill vin, dhe shkojnë për lart. Kjo është mundësia që besoj gjithë ato që janë këtu dëgjues e duan që të ndodhi kjo gjë. Mundësia tjetër që unë shikoj është që të shkojmë te 75-a, gjejmë supportin aty ose edhe më thellë te 68-a. Unë personalisht dhe Kleo kemi hyrë në një short vazhdimsi te 85.8. Te zonë 85 që ka thyer 86 ku ka thyer te zonë prap, ka qenë një moment kyç për të treguar short dhe tani jemi plus. I bin që ne jemi pozicionuar para datës 2 me idenë që po shkoj pak më thellë tregu mund të marrim diku te po shkon 81-shi, marrim diku te 5.6%, po i shkon te 75-11, po që shkon te 68-a 20%. Jemi pozicionuar para kohë, sepse na ka dhënë shenja tregu vet. Jo mendimet tona, jo shpresa jon, dëshirat tona për tregun, por faktet dhe probabilitetet në grafik, faktet dhe probabilitetet me faktorët e tjerë që ne shikojmë të detajume. Kjo bear flag është thyrë dhe është shumë e thjeshtë tani që jemi bearish prap. I gjë që do të thoja është që kemi pasur një periudhë 2 javore që në datën 16 mars deri në datën 25 mars, mund të jetë edhe pak më parë, flasim që në data 12 mars deri në data 25 mars që ka pasur një rritje graduale. Kjo lëvizje ka bërë nga 81.000 deri te 88.000. Por 2-3 ditë e ka hangur gjithë televizit që ka bërë për 2 javë. Tregon që akoma jemi bearish. Kjo është ajo që përmenda pak më parë, që unë mendoj që jemi akoma bearish për këtë arsye, sepse shikohen shumë qartë që rritet dhe vazhdimësia e tregut në këtë grafik. Edhe menaxhimi tani është thjesht që ne kemi vënë një stop loss te zona break even, te zonat që kemi hyrë, edhe menaxhojmë situatën kur të vi momenti. Nuk kemi rrezik fare për short, jemi të pozicionuar dhe po që shkojmë long, do shikojmë që të pozicionohemi mas datës 2 ose kur të vi ajo val, mund vi mas edhe 2-3 javësh, mund vi mas 2-3 muajsh, është për të parë situatën. Kjo është gjendja e Bitcoinit, edhe gjendja përgjithshme e kriptos. Ethereum jemi në një situatë identike që ka bërë një bear flag dhe këtu. Është rritur për një periudhë 2-3 javore dhe për 3-4 ditë e ka hëngë gjithë atë zonën dhe po shikoni qartë. Unë jam i pozicionuar te 1.98, 1.99 për një short dhe jam plus tani diku te 8% me pretendimin që kjo më shkojë deri te 1.5, po që shkon më thellë dhe mund të arrijm 22% ose edhe më thellë. Është për të parë çfarë zone do kapi. Ktu është mirë që të gjej support, sepse për një kthim trendi do ishte mirë një double bottom këtu. Testime 2 herë, konsolidim dhe pastaj shkoshim për lart, që i bin diçka e tillë që rënje, rritje, ulje, konsolidim dhe pastaj trend. Dhe prandaj kam vënë këtë rën këtu me idenë që po që thym për lart, kjo do jetë një zonë që mund të më pëlqejë për lart.
kam vënë këtu gati. Kjo do ishte ideale. Por edhe ajo pjesa tjetër që thash që mund vazhdoj ky trendi deri te 1.5.000. Po që Bitcoin shkon te 75.000, shkon besoj aty edhe më thellë. Ethereum. Kjo është gjendja e kriptos, nuk po muloj kripto të tjera sepse këto mund t'i bëni shumë lehtë këto pyetje në Telegram, prandaj ju ftoj që ti shkoni te Telegrami jon, e keni linkun te përshkrimi i videos, dhe aty mund bëni pyetje, ka një chat që është thjesht pyetje për Henry, kaq. Aty mund bëni çfarë lloj pyetje që doni për tregjet. Kleon, do një mendim të këto dyja kishe apo? Po, zakonisht tregu, siç e kemi thënë, bazohet në bazë lëvizjes Bitcoinit, kështu që do të shikojmë, po deri në datë 2 do të jetë pak i pavendosur, edhe pastaj do vendoset tregu se si do shkojë, domethënë, po më mungon ajo fuqia blerëse, siç e thash edhe më parë, mungon fuqia për long, ky është mendimi im. Po. Ska, nuk ka dëshirë nga investitorët, nuk kam frikë shumë për momentin. Ti ke tregtuar ndonjë altcoin tjetër, më duket Cake, më përmende disa ditë përpara, nuk jam i sigurt që a ke tregtuar atë apo jo. Për këm fal? Cake. Po, unë faktikisht kam luajtur short Bitcoin edhe Cake tani, por jam duke parë Fartcoin, sepse më pëlqen si coin, nuk e kam tregtuar për long, po kam dalë, tani po mendoj ndoshta formimi i çmimit pëlqen, kështu që do mund ta luaj prap. Por deri më kurrë nuk besoj se do bëj një lëvizje. Po. Ke tregtuar besoj te kjo zona këtu, afërsisht. Te kjo zona këtu besoj ke për afërsisht për flasë. Po, te Cake, po. Po, dhe pastaj e plus, po ja, keja 2-3 ditë që ke qenë plus. Po, dhe Cake, po, për ti besoj që ke atë synimin, pa kapim synimin nga kjo zona këtu, që mund ta bëjmë një stop loss te kjo zona. Ke synimin që të bëj një retest këtu, për 37% që i bi 1.3. Po, 1.3. Kjo ishte ideale. Po, 1.3, 1.2. Okej, shumë mirë. Atë unë pa le me kaq segmentin e kriptos, nuk kemi ndonjë ndryshim, unë më lova Bitcoin e Ethereum që janë kryesorët, thash të tjerat mund shkoni te Telegrami jon që është në përshkrimi i videos, mund shkoni edhe te mediat sociale të tjera, shkoni mendimet e mia. Ne do mundohemi të ndajmë këto analiza çdo javë me podcastin javor, atë do keni edhe videot këtu për të parë. Unë ndonjëherë bëj edhe live në TikTok, prandaj na ndiqni edhe në TikTok, sepse unë dal live në TikTok, por dhe dal edhe live për ju që jeni në Telegram, dal live në YouTube. Mund të shikoni me një link privat.